Ka nevojë për parqe dhe jo për kulla futuriste. Tirana nuk ka kinema, nuk ka teatr, nuk ka muze, nuk ka cirk, nuk ka parkime, na zuri frymën betonit ka trahuar trafikut. Dhe ato mini parqe me disparate të bunkura dhe kushtu atan. Tirana ka kinema, që ta fillojmë nga kinema. Tirana nuk ka kinema, jo, Tirana ka kinema. Dakord, edhe nuk ka një, po ka disa kinema. Informohu, i gjen kollaj dhe shko shiko filma në kinema nëse ke dëshirë të shkosh në kinema. Si fillim. Tirana ka teatr. Jo nuk ka, po ka teatr. Informohu dhe ke shfaqje teatrale që mund të shkosh dhe mund të ndjekësh, ndërkohë që po ndërtohet dhe teatri i ri kombëtar në Tiranë, aty ku ishte karikatina e vjetër e teatrit pseudo-kombëtar. Tirana ka muze, jo nuk ka. Tirana ka muze dhe ndërkohë jemi duke ndërtuar galerinë kombëtare, duke bërë shtesën e domosdoshme për galerinë kombëtare që do të jetë tërësisht e transformuar. Jemi duke rindërtuar muzeun kombëtar që do të hapet dhe të jetë tërësisht i transformuar. Jemi duke punuar së bashku me Bashkinë e Tiranës për një muze tjetër në Tiranë për etnografinë dhe artin islam, artin e periudhës islamike, artin islamik. Jemi duke punuar për muzeun Besa, po në Tiranë. Kështu që më duket se Tirana ka edhe muze dhe do të ketë edhe më shumë muze. Jemi duke, është në kantier qendra e re e artit dhe kulturës bashkohore në Petrel. Jemi diskutime për të marrë një muze të madh evropian këtu në Tiranë. Pra, Tirana ka muze. Nuk ka cirk, jo, cirk nuk ka. Është vërtet, ose më saktë ka një cirk i cili ka nevojë të ri konceptohet e kështu me radhë. Parkime Tirana ka dhe do të ketë ende më shumë. Jemi duke punuar për parkime të reja, por Tirana ka një sër parkimesh nëntoksore moderne, të cilat nuk i kishte më parë. Nuk e di pse ty të zë frymën Tirana, ndërkohë që të gjithë atyre që vizitojnë Tiranën, Tirana ju nxit fjalët më të mira.